Një aksident rrugor është regjistruar mbrëmjen e së premtes në zonën e Fanit në Mirdit, ku plagosin 6 të mitur, të gjithë kushërinj me njëri tjetrin. Sipas informacioneve paraprake, automjeti dyshohet se drejtohej nga një 16 vjeçar i cili kishte marrë mjetin pa leje. Dyshohet se 16 vjeçari ka humbur kontrollin e automjetit dhe është përplasur me një shtyllë ndriçimi. Si pasojë e përplasjes, të 6 të miturit kanë mbetur të plagosur. Një vajzë 12 vjeçare dyshohet se ka pësuar thyerje të legenit, ndërsa 2 të mitur të tjerë kanë marrë fraktura në duar dhe këmbë. 4 të miturit të tjerë kanë pësuar dëmtime të ndryshme. Të plagosurin morën fillimisht ndihmën e parë mjekësore dhe më pas u transportuan drejt spitaleve në Tiranë për trajtim më të specializuar. Për transportimin e tyre u angazhuan 6 autoambulanca. Sipas të dhënave të deritanishme, të 6 të miturit ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Në vendngjarje mbërritën shërbimet e policisë dhe grupi hetimor, të cilët kryen veprimet procedurale dhe nisën hetimet për zbardhjen e plotë rrethanave të aksidentit. Ndërkohë 16 vjeçari është proceduar në përputhje me ligjin, ndërsa hetimet vijojnë për të përcaktuar shkaqet e sakta të ngjarjes.